Kemi dhe një histori të fundit, dhe që është një histori shumë interesante, Jona, sepse prap është një baba, edhe në këtë histori. Këtë ratë është një baba shumë mirë financiarisht. Dhe vajza, aq sa i thotë, për çfarë punon, ato lek mund t'i jepja unë, kupton edhe rrogën. Por ajo thotë, unë kam punuar që e vogël, dhe kam punuar, thotë, purely pasërtisht për pasion, sepse mund të punonte te bizneset e babit, mund të jetonte shumë mirë edhe pa punën, dhe e ka zënë kohën e vet me studente për psikologji klinike, master, koordinatore studentëve, merret me promovimin e studentëve, ndërkohë merret me marketingun e bizneseve të ndryshme, bën 3 punë part-time, ndërkohë që është aktive edhe në shkollë, dhe madje më kujtoi një episod që unë e kam takuar për pak, sepse ishte duke promovuar një produkt të vetin edhe po e shpërndante atje ku isha unë tek në Folimarin në jug, dhe e mbaj mend dhe atë që ishte vetë që po e bënte këtë gjë. Atëherë kemi Livia në video call. Livia? Përshëndetje. Përshëndetje. I kishte thënë Elonos që ne jemi takuar, unë e mbaj mend episodin, por nuk të mbaja mend ty. Mbaj mend që ishte një gocë brune kinge, por nuk të mbaja mend mirë. Se ka qenë diçka, e mbaj mend që ti kishe organizuar të gjithën. Po, ke qenë me pushime, kështu që është shumë e kuptueshme. Po si eci ajo gjëja që po bëja? Shumë mirë në fakt. Ne vazhduam për 1 muaj, domethënë, për 4 fundjava rresht. Edhe ishte goxha mirë, ishte eksperiencë shumë e këndshme. Dhe ti tani çfarë po bën aktualisht? Çfarë punë bën? Unë aktualisht jam koordinatore e studentëve tek universiteti ku kam mbaruar. Në të njëjtën kohë po bëj masterin tek i njëjti universitet që punoj, pra praktikisht jam 13 orë në të njëjtin ambient. Dhe pastaj kam punë part-time, që janë punë që kanë të bëjnë me marketingun, merrem me eventet. Domethënë, e kisha shënuar pak dhe aty që te CV-ja ime ka shumë punë që unë i kam hequr sepse nuk bëjnë sens me njëra tjetrën, dhe shumë punë dhënës e kanë shumë pasiguri këtë pjesën. E di që thonë ti bën gjithë këto gjëra, dhe kur bën gjithë këto gjëra ai aftë i bësh gjitha mirë, që kjo ka tema të ndryshme, as shumë pikpyetje. Sa orë punon në ditë? Gjithë ditën. Domethënë duke hequr pjesën, duke përjashtuar pjesën e universitetit master. Po praktikisht e di çfarë është edhe kur jam sot e vura re, edhe kur jam në master, pra i hap punë vetes, i gjej punë vetes. Domethënë, kishim për të bërë fotokopjet e leksioneve, edhe thot Zysha mund t'i nis me PDF thot, ose ti mbani të printuara në format flete. Edhe thot një nga vajzat aty, thot mund ta bëj unë sot me skanim. Pyetëm thash që se do e bëj unë, di dhe këmbgula dhe e bëra, dhe prapë i gjeta punë vetes sot duke e bërë gjitha fotokopjet dhe duke i shpërndar. Po pse se ti që do ta bëje ti? E ka veten në këtë fazë. Po pse more ti përsi për fotokopjen? Për çfarë arsye ta bëje ti? Ose për herë tjera kur merr përsi për gjëra, ja merr tjetrit në një lloj mënyre. Mendoj se kjo është një mekanizëm që un kam për ndjenjen e përkatësisë, e di që bashkëveprimi që po i vi dikujt në ndihmë, po sa po i vi atij personi tjetër në ndihmë, është një mekanizëm që më ndihmon mua të ndihem më mirë. E di është pak egoiste, por rëndësi ka që është egoiste për një qëllim të mirë. Edhe mendoj që ka të bëjë shumë edhe me produktivitetin që kam si individ, domethënë unë ndihem në faj po trikot. Edhe kjo është e dëmshme, ka njerëz që thonë, di çfarë, kjo është një super gjë, ti je e varur nga puna, e di. U ka më mirë, punon, fiton, edhe krijon eksperjenca, krijon mjoje. Po në fakt kjo për trupin edhe për trurin është shumë e lodhshme. Dhe vjen një moment pastaj që thua, ok, stop. Po edhe kur thua stop, prapë është shumë e vështirë. Ti je mirë, thua, nga gjendja ekonomike në shtëpi. Keni qenë mirë, keni biznes tuaj, besoj. Po, gjithmonë kemi pasur vullnime financiare të ndryshme nga biznesi. Po, dhe si ka qenë marrëdhënia jote me lekët, me punën tënde? Çfarë ka qenë leku për ty? Rrogat që ke marr, pagesat? Asgjë, domethënë përveç faktit që e shikoja si si diçka që unë mund të bëja të lumtur prindrit që t'ja u ktheja me ndonjë dhuratë apo diçka, e di, thjesht për çështje mirënjohje me geste të vogla, jo me gjëra. Nuk realisht nga që jam rrahur me këtë gjë, dhe ndonjëherë kur e flas, mund të duket e shëmtuar, se duket sikur
kjo mund të jetë rritur, kush rritur kjo që si bë ka përshtypje leku, e di? Po nuk ka të bëj që s'po bën përshtypje leku si gjë, se patjetër që është e nevojshme dhe është temë shumë e gjerë pjesa e paras. Po nuk është se më ka dhënë ndonjë atribut të madh leku që unë të motivohem të punoj për lek. Pra, domethënë janë motive shumë të ndryshme që ma japin atë ndjesinë që të punoj. Po ke frikë se mos kështu edhe kish përdor veten? Tani akoma student, po në të ardhmen, nëse do kesh të lloj filozofie, do e shesësh veten lirë, kupton, do të thuash se bëj unë këtë, nuk ka problem. Po, e kam ekstrem shumë frikë, po duke qenë se jam master për psikologji klinike tani mendoj që po nuk kuptove veten dhe po nuk ndihmove veten, nuk mundesh asnjëherë të ndihmosh të tjerat. Kështu që unë këtë gjë po bëj, po reflektoj me veten për ato gjërat që në fakt e shikoj që çalojnë edhe i ka problemet para se të bëhen madhore. Edhe kjo është një gjë që unë kam hasur, që e kam parë që mendoj që është një gjë që mund të bëhet problematike në të ardhmen, se është edhe sindroma imposteri që ka ato 5 ndarjet, edhe unë jam ai xhongleri në mënyrë metaforike që dua t'i mbaj të gjitha hallkat e jetës në përduar, edhe shoqërinë, edhe karrierën, edhe familjen, edhe kujdesin personal. Po kjo gjëja është e pamundur që ti bësh në 100% tënd. Kështu që duhet bësh një kompromis dhe unë aktualisht nuk e mendoj që ta bëj kompromisin, sepse duke qenë se po ja marr më të mirën kësaj eksperiencë. Pra në këtë moshë që unë kam, kjo gjëja mund të jetë e shëndetshme. Po nëse është kjo që thua ti, që do vi një moment në jetë që do vinë ca prioritete të tjera dhe kjo do jetë problematike nëse vazhdon një saj. Shiko, duke qenë se ti je nga familje biznesmenësh, që ka qenë dhe historia ime dhe kam treguar, unë kam pasur një incident, sepse e di që përmendet diçka në lidhje me babain. Ka qenë një moment që kam pasur kur kam punuar dikur, sa kisha ardhur nga Amerika dhe pata një përplasje me përplasje. Se nuk ishte një gjë e madhe, ajo ishte një më shumë, thashë them se sa vërtet përplasje, nga të tjerë me pronarin. Dhe ja them babit të si muhabet. Dhe babi ishte dhe nuk ishte era parë që unë sa mërzitesha me diçka që doja ta ndaja dhe vendosa mos ta ndaja kurrë, ai ishte X ka problem. Dhe kishte kështu si sfidë më vete se si mund të punosh për tjetrin dhe ai të flasi kështu se të thot këtë. Edhe unë e pa që ishte pavarësisht se ai ishte njëri punëtor dhe vlerësonte shumë edhe më thoshte mua gjithmonë çonte letra në shkollë, ti duhet punosh se me puno për emrin tënd, pastaj emri punon për ty. Gjithçka pastaj e kapte ajo egoja, që si mund të punosh ti dhe të durosh, të s'ka që se të mbaj unë, nuk ka problem. Është identike, e njëjta gjë. Po unë vendosa që mos i flas më babit. Po unë e kam marrë komike dhe e kam sfiduar shumë të pjesën, domethënë duke ja kthyer gjithmonë në komike, pra, nëse më shef që jam e lodhur, o ba, thot, çfarë po bën? Mos ikë më, e kupton? Edhe po babi çfarë po thua, kupton ti si funksionon puna? Edhe thjesht ja kthej me sportivitet sepse ai ka të njëjtën gjë, që vetë ka filluar të punoj shumë i vogël, domethënë që 17 vjeç që ka bërë liceun për klarinet, edhe ka ardhur në Tiranë ne jemi nga Tirana, por babi ka qenë në fshat dhe ka ardhur ka bërë liceun këtu, edhe ka shitur gështenja dhe ka bërë këto punët bazike dhe vjen tani dhe më thotë që çfarë bën edhe pse lodhesh, e kupton? O ba, i them ti ke krijuar identitetin tënd dhe ke krijuar statusin tënd. Më lejo dhe mua ta krijoj eksperiencën time. Dhe më ka lejuar, patjetër, por që ka edhe këto ndërhyrjet kështu që unë ja kthej për komike dhe gjithsesi më japin ngrohtë fije, kupton? Më japin një farë sigurie që unë gjithsesi edhe nëse nuk do punoj, unë prapë kam sigurinë, po kjo më pëlqen te vetja, që pavarësisht se e kam sigurinë, nuk dorëzohem nga puna, nuk tërhiqem. Çfarë planesh ke? Më fala, mund të them, të pyes sa vjeç je? Po, 22. 22. Sa je? Sa i kam bërë. Po, se je ende në universitet. Dhe je shpërndar, pra, në këtë moment je shpërndar që po bën edhe shumë mirë, je në moshën që je në eksperimente, shet çfarë të shkon. Çfarë planesh ke për veten? A mendoj që mund të jesh vetëm psikologe klinike apo ke frikë që mund të bësh edhe 3 gjëra tjera paralel? Frikën e kam, bashkë me frikën e kam edhe dëshirën, por që nuk e di, nuk bëj shumë plana afatgjata, sepse edhe këtë e kam me kaqësisë mbrojtës që kemi zbuluar bashkë me një nga pedagogët që është psikologe shumë e njohur dhe ajo më ka thënë që Livia ti nuk bën plane sepse ke frikë se do dalin jashtë pritshmërive të tua dhe ti do zhgënjehesh. Dhe prandaj e kam kështu, domethënë i bëj lëmsh, nuk është se kam një gjë eksakte që ta the, por patjetër e kam kryesore pjesën e
psikologjisë klinike, edhe sidomos terapisë në grup, ndoshta njerësi në Shqipëri, në akomodime të ndryshme, duke e lidhur dhe me biznesin, që janë këto ambientet cozy me vila druri, një gjë, njerëzit terapinë e kanë shumë të fortë, shumë të rëndë, mendojnë që është një gjë shumë e rëndë, po ndonjëherë nuk ka pse të jetë kështu që patjetër që këtë gjë e shoh për të sjellë njerësi në këtë aspekt. Edhe patjetër për pjesën e eventeve, unë kam shumë të nevojshme të kem shumë njerëz afër. Më jep shumë kënaqësi. E di, çdo buzëqeshje, çdo acarim, çdo ngacmim, çdo gjë, përpiqem që t'ja marr më të mirën ditës time. Nuk ka asnjë ditë që unë nuk qesh. Domethënë, edhe këtë gjë ta sillen njerëzit. Njerëzit mund të sillen shumë të këqija, por mund të sillen edhe shumë të mira, varet se si ti qasesh me ta. Shiko, unë kam diçka dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që çdo vend të ketë disa fëmijë njerëzish biznesmen që janë arritur shumë mirë, të cilët duan të punojnë, sepse ata i sjellin një ajër tjetër, si ajo fliste për shembull Livia tani pra se si do ta bëj terapinë. Pra ky lloj mendimi, mentaliteti nuk paragjendet tek njerëz të cilët janë mbijetues. Tjetër. Kështu që është shumë mirë që çdo vend të ketë disa vajza dhe djem të rritur me lek, siç e themi ne shqiptarçe, me shumë lek, të cilët kanë qef punën. Edhe eksperimentojnë sepse këta sjellin, është ky ajri, janë inovacionet, janë gjërat që ecin para dhe kryesisht vijnë nga njerëz që unë e përmend gjithmonë, siç ka thënë një shkrimtare e famshme Virginia Woolf, që kanë një dhomë më vete. Pra kanë luksin ta kenë dhomën, të shkruajnë, të mendojnë, kanë luksin të kenë mundësi që mos merren me hallet e përditshme dhe kështu që është shumë mirë kjo fati yt Livia, domethënë, edhe besoj që sidomos kur vjen nga familje që punojnë, punëtor janë, po që ti po e mendon këtë gjën e bukur për terapinë. Ndërkohë ti duke bërë dhe një libër që më bëri përshtypje se libri quhet Jeta nuk të jeton. Ç'do të thënë kjo? Është pikërisht ajo që po thoja tani, që ne ndonjëherë bëhemi pasiv dhe duke u bërë pasiv, kur kalojnë disa vite të jetës, bëhemi pishman për ato gjëra që nuk bëm, për ato gjëra që nuk shijuam. Edhe pastaj themi dikujt tjetër që është në të 20-tat që jetoje jetën, jeta të thërret, e di këto shprehje tipike, ndërkohë ata vetë në fakt pendohen për një gjë që e kishin në dorë dhe nuk e shfrytzuan. Edhe ja lën fatit në dorë, ja lën jetës në dorë, ndërkohë që ishin ata. Edhe ishte një shprehje që më doli sot shumë interesante, që thoshte si mund t'ja vendos fajin erës që më shkatroi gjithë dhomën kur isha unë që hapa dritaren. Pra ne jemi ata që lejojmë gjëra të hyjnë dhe të dalin nga jeta jonë. Nuk po them 100% se kjo duket sikur kemi superpower, po e kemi në dorë ne të vendosim limite, të vendosim. Edhe ky libër është interaktiv me lexuesin që unë nuk dua vetëm të lexoj se unë ndoshta di shumë pak nga sa mund të dinë të tjerët, po ajo që dua të bëj është që lexuesi të kuptoj veten dhe të kuptoj sa i zgjuar dhe sa i mençur mund të bëhet nëse kupton veten. Kjo është qëllimi, nuk është që unë të shkruaj një gjë të madhe dhe të bukur, është vetëm t'i nxis që të ulen edhe të shkruajnë për veten. Të kuptojnë që nuk ka gjë më të vlefshme se ti të marrësh kohë për veten dhe prandaj e bëj këtë balancën sepse vetë kam humbur në disa momente dhe përpiqem që midis gjithë asaj rrëmujës një 10 minutë të shkurtër të notes, atë mesazhet e kështu, dhe kur e shkruajt atë historinë time, kisha shkruar që shumë faleminderit sepse atë ditë isha ekstreme ngarkuar dhe nuk kisha shkruar. Edhe ai momenti që shkruajta historinë më bëri një kështu dhe thashë shikon që duhet shkruash më shpejt. Edhe më shpesh sepse kisha kohë. Kisha kohë pa shkruar, kisha 2 javë edhe kisha bërë një rutinë që shkruaja për ditë. Po e gjetë kohën, e gjetë edhe për librin. E gjeta. Ti se unë po i pyes së gjithë sa orë fleti? 5-6. 5-6. Edhe një gjë që është ekstrem shumë e dëmshme, por që nuk po di, kam diku te 1 vit e gjys, e kam ushqimin armikun numër 1, nuk ha dot. Nga pesha nuk bie, e kam neutrale. Njerëzit nuk e kuptojnë që nuk ha, sepse peshën e kam të stabilizuar, domethënë jam njësoj, por e marr ushqimin me vete në punë dhe nuk e ha kurrë. Livia, nuk e ha sepse ke fokusin tek puna apo thjesht nuk të shijon? Jo, mendoj që e kam fokusin te puna dhe nuk e mendoj fare, harroj që e kam marrë.
Edhe mua më ndodh kjo në Do ta ha pastaj, do ta ha pastaj edhe më hikën ajo pastaj. Po ke dëshirë për të ngrënë ose ndjen ndonjëherë uri? Rrallë. Ndoshta e kam mësuar edhe organizmin të tillë duke qenë se jam marrë me aktivitet fizike dhe bëja fasting që haja një herë në ditë dhe ndoshta edhe metabolizmi im është mësuar, mund të jetë edhe kjo një arsye. Mund të jetë. Ose pastaj është edhe stresi ditës që më bën pas, duke qenë se truri me stomakun janë të lidhura direkt për drejt. E shoh që më ndikon ndonjëherë, patjetër, kur jam më stresuar nuk ha dhe për më gjatë. Edhe kjo është një defekt që nuk e kam rregulluar dot e vetja. Po për sa kohësh është? Është me faza, po që zgjat është një vit e gjysmë, që unë kam shumë problematik ushqimin dhe me thënë të drejtën më përpara kam qenë një lupse të mëshme. Kur nuk kam qenë shëndosh, por kam pas ngrënë ekstrem më shumë dhe shijoja më shumë ushqimin. Përmende pak më përpara që ke pas një moment disbalance me veten. Po. Çfarë ndodhi? Një disbalancë. Unë kam ngelur një vit në universitet dhe të gjithë janë habitur sepse e kisha me shumë pasion edhe doja shumë që të isha e para në degën time, jo për çështje ego, për çështje pasioni. Dhe ngela një vit edhe u habitën gjithë dhe ngela të tipit nuk vajta as në provime vjeshta, asgjë fare, nuk u përpoqa fare, thjesht e lash të shkonte atë vit. Dhe ajo mendoj ishte për shkak fizike, domethënë që kisha mungesë vitaminash dhe kisha të pamundur të çohesha dhe nuk e kisha kuptuar çfarë problemi kisha. Një gjë shumë e rëndësishme që më ka bërë të kuptoj që ndonjëherë disa probleme mendore, pra flasim si ankthi, mund na vinë edhe nga probleme fizike, siç ishte pjesa ime mungesa vitaminave. Ndoshta nga fakti që nuk haja. Edhe pjesa që dhuroja gjak, edhe nuk e kisha mbajtur stabil, dhuroja gjak gjithmonë 2 herë në vit për personat që kishin nevojë. Edhe kjo bamirësia e tepërt më kishte bërë mua dëm sepse nuk e kisha kuptuar që pritse jam edhe unë për tu parë. Domethënë ishte çështje neglizhence. Edhe të kthehem tek disbalanca që pata, ajo më solli në veten në fakt. E di aty ku ke më shumë errësirë, aty do e gjesh dritën tënde. Por ajo gjëja më solli në vete. Ajo faza që isha në një marrëdhënie toksike që më uli shumë poshtë dhe pastaj dola shumë herë më mirë. Si të ndihmoj sot ai moment? Ose si të ndihmon? Më ndihmoj të kuptoja më tepër se sa rëndësi kanë gjërat e mia dhe a ja vlen ti humbësh gjërat e tua për disa arsye të tjera që mund të jenë çfarëdo qoftë, jo vetëm arsyeja ime. Dhe kjo më ka bërë të reflektoj më tepër. Domethënë që nëse për ty gjërat e tua kanë vlerë, nuk duhet ti lësh të shkojnë aq thjesht. Dhe unë i lash të shkonin. Por thash, ishte një mësim që më duhej ndoshta. Janë edhe këto mësimet e adoleshencës që thonë, dhe unë thash përpiqem të marr me shumë sportivitet çdo fazë që mund të më ndodhi. Nuk bëj edhe këtë pjesën që e mendoj që nuk jam vetëm unë që më ka ndodhur kjo gjëja. Thjesht unë kam metodat e mia se si dal nga kjo. Është zgjedhja ime të dal mirë nga kjo gjëja dhe kam punuar me veten dhe në ato kohë që nuk kam qenë balancën tim. Dhe mund të pyes se si ndihesh sot me ato që po bën, ke bërë? Me thënë të drejtën pak në presion, duke qenë se jam gjithë kohës me mendimin që ç'do bëj tani, edhe dua gjithë kohës që të jem në progres, por siç kam këtë anën kështu që i ushtroj pak presion vetes, në të njëjtën kohë përpiqem shumë që ta sjell veten në terezi dhe ta balancoj. Balanca është gjëja më perfekte që mund të ketë bota, po është shumë e vështirë për t'u arritur. Po unë përpiqem sadopak, mos ta lë që të më zhysi poshtë ai presioni. Jetë kështu shoqërore ke apo jo? Që e mban këtë pjesën? Përpiqem, po edhe gocat që kam në fakt pak a shumë të njëjtën rutinë kanë. Por që përpiqem, e balancoj mirë, domethënë nuk dal për ditë, sepse as nuk kam qejf të dal për ditë, me të drejtën. Të shtunën e kaloj me motrën e vogël dhe pastaj kur kam mundësi, patjetër, të premten mbas dite nuk kam shkollë, kështu që e gjej një kohë, po shumë rrallë, me thënë të drejtën, mund të kem diku te 1 muaj e capa i takuar. Po ke humbur miq?
ata që nuk ma kanë kuptuar botën dhe rutinën dhe çfarë më bën mua të lumtur, se për mua ka shumë rëndësi ta kuptojnë që kjo gjë mua më plotson. Mund të më lodhi, mund të jetë e dëmshme, po punoj që mos të jetë e dëmshme, po punoj që ta shfrytëzoj në të mirën time. Ata persona që nuk ma kanë kuptuar, kanë pasur dhe persona që thonin, e kupton, çfarë punon, na lodhe, puna. Këta persona janë përpjekur t'i largoj më tepër për mindsetin që kanë pasur që nuk përputhej me timin. Jona, në moshën që është Livia, që nuk ka dhe të presionin e krijimit të familjes, unë mendoj që është okay që të eksperimentoj dhe gjej veten. I think dhe fakti që ka dhe ide, nuk është vetëm siç kisha atë që më bëri përshtypje për terapinë. Që mendon, ka vizione, unë them që është super okay ti jesh kështu. Ajo që më bën përshtypje më shumë tek Livia është edhe fakti se si ka kërkuar të diferencohet me teatrin, me familjen, të bëj pjesën e vet, siç ne kemi përmendur në shumë raste këtu, sa rëndësishme është që një adoleshent të fillojë procesin individual të diferencimit, pra do thotë që ti të mos jesh njësoj me prindin, pra është e shëndetshme që të dallosh, dhe kjo ka ndodhur me Livian, për shkak patjetër të mundësive që ta krijojnë këtë komfort, të eksplorosh në mënyra pak më ndryshe, pak më të sigurta, mendoj, por e ka marrë si hap vet. Pra ka një motivim dhe një angazhim të brendshëm, nuk është se i është thënë. Dhe kjo e bën akoma procesin pra më individual dhe pse ka kushtet pra nga shumë njerëz të tjerë, por e ka nisur vet këtë gjë që është për tu përgëzuar, mendoj. Ajo do ketë kohë, do ta gjej atë vetën, por ka raste që do jetë ndoshta edhe si telefonuese të tjera që do bëj 2-3 gjëra paralelisht gjithmonë. Me që e ka qef të gjë, se në fakt dallohen njerëzit që e bëjnë paralel. Se ka njerëz që nuk bëjnë dot, domethënë dhe shumica e njerëzve në botë bëjnë vetëm një gjë, fokusohen tek ajo gjëja që mund ta bëjnë kryevepër. Dhe ndonjëherë njerëzit që bëjnë disa punë mërziten se si ai kishte fokusin dhe ja doli më shpejt. Dhe ata që ka 2-3 punë ja dalin çik më vonë ajo faza, por që është fazë e bukur dhe gjithë procesi është i bukur. Dhe shikoj që ka shumë pasion në gjën që bën. Nuk është vetëm punë. Livia, mirë je ti. Je në rregull dhe kjo është një shembull shumë i mirë edhe për të tjerë që të dëgjojnë dhe të rinj të tjerë, të cilët ndoshta nuk e vlerësojnë kaq shumë këtë pasionin dhe punën dhe fakti që ti ke pasur mundësinë dhe prap punon edhe ke zgjedhjet e tua dhe më pëlqen që punon siç e tha pavarësisht. Pra nuk është se më pëlqen që tha edhe Jona, që nuk është se ke ratuar me fakti që unë do punoj te biznesi babit direkt edhe më pëlqen që eksploron veten dhe ke identitet dhe kjo është dhe fal prindërve të tu edhe familjes tënde që ke identitetin tënd, gjërat e tua edhe nuk merr automatikisht që mund ta marrësh një ditë, nuk i dihet jetës, por të paktën ti bën zbulimin tënd edhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë të falenderoj shumë. Edhe shumë i bukur ai këndi aty. Është nga këndet më të bukura deri tani që na kanë ardhur në video call. Shumë i bukur. Si dhom dimri. Faleminderit. Mirupafshim. Një gjë e mirë që ka ky programi sot, që ishte për workaholics, është se janë të gjitha zonja të suksesshme, të përkushtuara në punë dhe që flasin shumë shpejt. Sepse unë nuk kam takuar një njeri në jetë që punon shumë dhe është i dhënë pas punës, nga ato që kanë kështu të ritmin e 3 punëve, 4 punëve dhe që nuk flet. Ose jo, në fakt jo, prit, se kujtoj dhe ca që janë super në pushtet që flasin shumë ka dalë. Po, është dhe e tjetra që kanë një kështu, ndoshta proces menduari që kanë, domethënë, po, jo, s'ka të bëj fare. Ka shumë njerëz në pushtet që flasin nga dalë fare. Ose flasin pak. Ose flasin pak, po. Në fakt ti punon shumë dhe ti flet kështu nga dalë. Ta që vendova. Ndoshta ne shpejt jemi gjysma e llafeve ikin kot, janë pa breqet fare. Nëse kanë të dyja bukurat e veta. Gjithmonë kam qejf flas shumë nga dalë dhe vetëm një fjali. Edhe shkatrohet bota, jo shkatrohet, falni, se kam parë shumë filma zatimor me këto. Por jo kam qejf ti edhe ai njeriu. Nëse gjithsesi, ishte një temë, është interesante sepse shumë njerëz kur ta dëgjojnë do mendojnë edhe për veten, thotë se si ka mundësi dhe historitë ishte interesante. Javës tjetër, po thonë, mbaroj shpejt dhe po na thon nga stafi mund të kalojmë në një dramë. Se e morën vesh punën, kështu që po, do ta mbyllim me nder edhe këtë sezon. Do kemi dhe histori tjera. Unë mendoj që të bëjmë një live tjetër me telefonata, si ishte shumë interesante dhe ajo, me të papritura, siç na ndodhi në rastin e atij djalit me vajzën që u futën paralelisht. Gjithsesi, mbaroj për sot. Faleminderit shumë dhe ne po ikim më të freskët në shtëpi. Faleminderit. Andale!